Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Fruti që po habit mjekët. Hani 2 banane çdo ditë për 30 ditë dhe do zgjidhni problemin tuaj më të madh. Bananet mund të konsiderohen si një frut i nënvlerësuar në krahasim me frutat e tjerë egzotik, të cilët janë kthyer në trend. Banania është mjaft e shijshme dhe shumë e pasur me vlera. Ajo I jep trupit tuaj të gjitha ato gjëra të mira të cilat I ka të nevojshme. Bananet përmbajnë gjithashtu vlera ushqimore, vitamina, fibra, ëmbëlsues natyral si sukroza dhe fruktoza. Ato janë të pasura me kalium, magnez dhe ofrojnë shumë energji. Bananet konsiderohen një frut I lumturisë sepse të shtojnë humorin dhe luftojnë depresionin për shkak të niveleve të larta të hormoneve dhe mirëqenies. Por ndihmon banania kundër mbipeshës. Një banane mesatare përmban 3.07 gram fibër, ndërkohë që sasia ditore e rekomanduar e fibrës për të rriturit është rreth 25 gram. Studimet tregojnë se konsumi I lartë I fibrës ndihmon në zvogëlimin e peshës trupore. Fibra ndihmon në stabilizimin e niveleve të sheqerit në gjak dhe ju mbajnë të ngopur për më gjatë, duke ulur kështu sasinë e kalorive. Trupit I duhet shumë kohë të tresë lloje të caktuara të fibrave dhe kësaj rregullon vetë nevojën për ushqyerje të caktuara. Fibrat I vinë në ndihmë të trupit për uljen e kolesterolit dhe uljen e rrezikut të sëmundjeve në zemër. Përpos fibrës, bananet përmbajnë nisteshte rezistente të cilat në vetvete janë karbohidrate që nuk shpërbëhen lehtë në zorët e vogla. Kësaj ato nuk rrisin nivelin e sheqerit në gjak dhe stimulojnë arritjen e bakterieve të mira në zor. Konsumi I kësaj nisteshteje I ndihmon njerëzit të humbasin në peshë sepse funksionet njësoj edhe tek fibrat. Sipas ekspertëve, banania është një frut shumë I mirë për njerëzit që duan të kujdesen për trupin e tyre edhe për të humbur në peshë. Megjithatë, ajo nuk është e mjaftueshme për arritjen e rezultateve të duhura. Sigurisht që njeriu nuk mund të humbas peshë duke ngrënë vetëm banane, por duke bërë pjesë të regjimit të shëndetshëm dhe duke kryer aktivitet fizik, do ta keni më të lehtë të përmirësoni situatën tuaj shëndetësore. Bananet janë një nga frutat më të konsumuar në shëndet dhe më të bollshme për organizmin. Të marra së bashku ato ofrojnë shumë përfitime për trupin. Përfitimet e këtij fruti për shëndetin e njerëzit janë të larmishme. Banania është e pasur veçanërisht me kalium, fibër, vitaminën C dhe B6. Ato I bëjnë mirë njeriut, megjithatë bananet nuk janë për të gjithë, sidomos për njerëzit me sëmundje të caktuara. Nëse ju të konsumoni 2 banane në ditë, do të merrni përfitime të mëdha për trupin tuaj. Ekspertët thonë se konsumi 2 bananeve në ditë do të furnizojë trupin me 900 mg kalium, që I bën mirë zemrës dhe mirëmban gjithashtu edhe tensionin tuaj të gjakut, duke sjellë rezultate pozitive në këtë aspekt. Sipas tyre, balanca e kripës dhe kaliumit janë të nevojshme për të mbajtur në kontroll tensionin e lartë të gjakut. Nivelet e larta të vitaminës C që përfitohen nga ngrënia e 2 bananeve në ditë do të furnizojnë në trupin dhe imunitetin dhe minimizojnë rrezikun e sëmundjeve të ndryshme. Bananet janë një frut shumë I mirë për shëndetin e stomakut dhe sistemin tretës, për shkak të kaliumit që ndihmon në rikthimin e ekuilibrave të elektroliteve. Bananet përmbajnë fibër, por edhe sheqer. Pavarësisht niveleve të larta të këtij të fundit, fibra do të balancojë përthithjen e tij në organizëm. Ekspertët thonë se ngrënia e 2 bananeve në ditë është një mënyrë shumë e mirë për të kujdesur për zemrën. Megjithatë, kjo sasi nuk është e rekomanduar për njerëzit që vuajnë nga diabeti. Ka njerëz që shqetësohen se duke ngrënë më shumë banane mund të teprojnë me dëmën në shëndet, sidomos në aspektin e kaliumit. Megjithatë, duhet të dini që për të arritur nivele të dëmshme të kaliumit, ekspertët thonë se duhet të hani përmbi 400 banane në ditë, dhe kjo është krejt e pamundur që të arrihet në dietën tuaj. Banania është një frut I shëndetshëm dhe konsumi I 2 bananeve në ditë do t'i jap trupit tuaj përfitime të larmishme edhe në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e njësër komplikacionesh. Bananet janë një frut I pasur me lëndë ushqyese, me fibra, minerale edhe sheqerna natyrale. Janë të shijshme dhe konsumi të paktën 2 banane në ditë për një muaj me radhë mund të sjellë përfitime të shumta dhe të mëdha për organizmin. Bananet janë një frut I pasur me lëndë ushqyese, vitamina, fibra, minerale dhe sheqerna të mira natyrale.
Janë të shijshme dhe konsumi 2 bananeve në ditë për një muaj me radhë mund të sjellë përfitime të mira për organizmin e njeriut. Ato luftojnë dhe reduktojnë problemet e stresit. Vitamina B, e cila gjendet me shumicë tek bananet, ka një fuqi të konsiderueshme për të luftuar efektet e stresit në trupin tuaj. Bananet mbrojnë shëndetin e zemrës. Bananet ndihmojnë në parandalimin e presionit të lartë të gjakut dhe ju mbrojnë kundër goditjeve në tru dhe sulmi në zemër. Bananet përmbajnë natrium dhe janë shumë të pasur me kalium, i cili mbron zemrën. Bananet gjithashtu ndihmojnë në zvogëlimin e presionit të gjakut. Bananet janë një frut i pasur me lëndë ushqyese, vitamina, fibra minerale dhe sheqera natyrale. Janë të shijshme dhe konsumi të paktën 2 banane në ditë për një muaj me radhë mund të sjellë përfitime të shumta dhe të mëdha për organizmin. Bananet luftojnë gjithashtu edhe problemet tuaja të stomakut dhe përmirësojnë sistemin tretës, duke sjellë rezultate mjaft të mira në këtë aspekt. Studimet e kryera te të sëmurët kanë treguar se bananet ndihmojnë në zvogëlimin e problemeve të kapslëkut dhe diarres. Përmbajtja e lartë e fibrave të bananes ndihmon në parandalimin e lëvizjeve të dëmshme të zorëve. Bananet ndihmojnë në rikthimin e niveleve të elektroliteve, sidomos edhe të kaliumit. Bananet janë të pasur me nivele të larta të energjisë. Atletët shpesh hanë banane për të ndihmuar në rikthimin e niveleve të energjisë. Bananet përmbajnë gjithashtu nivele të mira të tripofanit. Gjithashtu ato përmbajnë saharoz, fruktoz dhe glukoz dhe fiber. Një banane jep një rritje të menjëhershme të qëndrueshme të energjisë. Uluntimet kanë treguar se bananet sigurojnë 2% të mjaftueshme të energjisë për të shtërvitur 90 minuta pa ndërprerje. Bananet janë një produkt shumë i mirë gjithashtu edhe për funksionet të forta të trurit. Trupi ka nevojë për glukoz dhe kalium si lëndë djegëse në mënyrë që të funksionojë si duhet. Bananet e freskëta janë të pasur me kalium dhe glukoz. Përveç kësaj, bananet mesatarisht përmbajnë 37 mg magnez, një mineral që ndihmon në mbajtjen e trurit të shëndetshëm dhe në funksionet e duhura. Bananet janë një zgjidhje ushqyese edhe kundër problemeve të depresionit. Bananet përmbajnë hormonin e lumturisë dhe studimet kanë treguar se bananet mund t'ju ndihmojnë në kapërcimin e sindromës depresive. Ato përmbajnë nivele të larta tripofani dhe aminoacide, një substancë që konvertohet në serotonin në trupin tuaj. Ato largojnë ndjesinë e fryrjes, djegin kaloritë, përmirësojnë humorin, largojnë stresin dhe ankthin, sigurojnë gjumë të rehatshëm, fuqizojnë muskujt, ndihmojnë në rikuperimin e energjisë, stabilizojnë nivelin e sheqerit në gjak, ndihmojnë në procesin e tretjes, largojnë ndjenjën e urisë, ulin kolesterolin, janë të pasura me lëndë ushqyese, largojnë ndjesinë të vjellave në gratë shtatzana, forcojnë kockat, ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve, mbrojnë kundër radikaleve të lira, ulin presionin e gjakut, ulin riskun anemisë, përmirësojnë shikimin dhe ndihmojnë gjithashtu në detoksifikimin e organizmit. Përfshirja e bananeve në ditën tuaj është një zgjidhje vërtet produktive për organizmin. Bananet mund t'i konsumoni në forma të ndryshme. 1 deri në 3 banane janë më se të mjaftueshme për të konsumuar në ditë. Gjithashtu, vlerat e tyre për shëndetin janë vërtet të larta. Bananet e pjekura përbëhen kryesisht nga karbohidrate, gjysmat e të cilave janë sheqerna, duke i bërë ato një frut me përmbajtje të lartë të sheqerit. Për shkak të përmbajtjes së lartë të kaliumit, bananet janë të dobishme në parandalimin e presionit të gjakut dhe sëmundjeve kardiovaskulare, si dhe shëndetin e veshkave. Fruti përmban pak protein dhe një sasi të përfillshme të yndyrës. Bananet janë gjithashtu një burim i shkëlqyer i vitaminës B6 dhe kaliumit, si dhe janë të pasura me vitamina C, magnez, mangan dhe element të kompleksit B. Megjithatë, pavarësisht nga të gjitha efektet pozitive dhe vlerat që ato ofrojnë, bananet nuk duhet të konsumohen me stomakun bosh, pasi ndikimi që do të kenë në trupin tuaj do të jetë vërtet i dëmshëm. Nëse doni të përfitoni nga vlerat e tyre, asesi mos i konsumoni me stomakun bosh. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.